Pra, sot gjithsejt në grupin e 4 përfshihen 41 organizata me numër total të vëzhguesve që akredituan 18.233. Ka mbetë edhe grupi fundit, dikon janë rreth 9 organizata që zyra është duke i trajtu dokumentacionet e tyne, po besoj që në mbledhjen e radhës që mundet me mbajt nesër mund me pas do të jetë ngashme dhe rekomandimet e zyrës. Konsideroj që duke qenë një zonë zgjedhore, numrimi i votave me post duhet të bëhet në bazë të shteteve, se prej ka votojnë qytetarët e diasporës dhe jo në bazë të komunave të Kosovës. Kjo është një çështje që është diskutuar, mbase ka më shumë se 10 ditë që është diskutuar dhe ne kemi marrë një përgjigje prej Departamentit Teknologjisë Informative Zgjedhore të Shërbimeve. Sipas paragrafit 6 të linjës 18 të rregullores zgjedhore numër 14 për 2024 theksohet se zafet me flet votime që aprovohen gjatë vlerësimit klasifikohen në kutit votimit sipas komunave të Republikës Kosovës. Edhe mbi këtë dispozitë ligjore është dizajnuar dhe platforma që ne përdorim, që kemi përdorur në zgjedhjet lokale dhe që kemi përdorur në zgjedhjet e datës 28 dhjetor 2025. Edhe këtu na kemi jep një opinion që kjo është e pamundshme më bu për shkak që duhet më bu ndryshime në platformë. Edhe ndryshimet të platformë në këtë kohë që sa ka mbetur deri në ditën e zgjedhjeve teknikisht nuk mundet me u bë, edhe kjo është përgjigje që kemi marrë prej drejtorit të Departamentit të Teknologjisë Informative Zgjedhore. E konsideroj jo shumë në rregull në raport me subjektet politike dhe në raport me KQZ-n. Ato statistika që ndohen në bazë të komunave nuk kanë kurfare relevance për me kuptu ti kontekstin e një veni. Këtë rast Gjermanisë, Holandës, Italisë apo çdo shtet tjetër. Një qysh dallojnë këto një komunë prej tjetrës, qysh dallon Deçani pe Prishtinës apo Deçani në raport me Kamenicën në kuptimin e edhe të rezultateve zgjedhore, ashtu do të me konsideroj që dallon edhe shteti prej shtetit, varësisht prej politikave dhe prej ambienteve ku e zhvillojnë jetën diaspora jonë, mërgata jonë. Por, mendoj që edhe tjetra është që shumë e lehtë kish me qenë me evidentu edhe tendencat për manipulim të rezultatit, manipulim të procesit votimit, me ato se çka kem dyshu na gjatë shkurtit, ishkon shumë e lehtë me evidentu, kur i kishe pas të ndonë gjitha zarfet në bazë të shteteve.